cili do që ka shfaqur interesim për kursimet e tij në një nga bankat me kapital grek në Shqipëri, Banka Qendrore i jep një përgjigje. Nuk ka asnjë rrezik për 1.2 miliard euro depozita të shqiptarëve në këto filiale. Drejtori mbikëqyrjes bankare në Bankën e Shqipërisë jep garanci se 3 bankat greke monitorohen në mënyrë të përditshme dhe nën masa të forta. Sipas tij, këto deg funksionojnë të pavarura nga mëmat e tyre në Greqi. Këto banka kanë qenë në monitorim të vazhdueshëm, të përditshëm. Këto banka, siç u thash, veprojnë në Shqipëri, veprojnë në bazë legjislacionit shqiptar, nuk janë të ndikura as pak nga çfarë ndodh sot në Greqi, sepse mund të them që ekspozimi i këtyre bankave në total, i të treja bankave në Greqi sot, është më pak se 150.000 euro. Por edhe sikur të marrim skenarin më të keq, efekti te bankat me kapital greke në Shqipëri është i papërfillshëm. Në skenarin më të keq nuk do të ketë mundësi njëra prej bankave që ka këtë lloj depozite në njërin prej bankave nuk do të ketë mundësi ta tërheqë këtë shumë brenda një jave. Pesha e bankave greke në tregun shqiptar ka ardhur në rënje vitet e fundit dhe tashmë zë vetëm 14.7% të totalit. Po nëse sistemin bankar e kemi imun ndaj situatës në Greqi, nuk mund të themi të njëjtën gjë për efektet ekonomike. Numri i lartë i imigrantëve që ne kemi atje dhe remitancët e tyre përbëjnë një peshë të madhe të aktivitetit ekonomik të remitancave në Shqipëri dhe nëse do të kishim reduktim të vazhdueshëm të tyre, do të kishim një lloj ndikimi në Shqipëri. Marrëdhëniet e eksport-importit sigurisht që do të ndikoheshin nga skenaret në Greqi. Greqia është partneri ynë i tretë në shkëmbime tregtare.